Simba, Pinokjo e Pipi Qorap Gjata vazhdojnë të jenë personazhe të dashura për fëmijët. Historitë e këtyre personazheve marrin jetë kur I lexojnë bashkë në klasë, aty ku mësuesja I shndron faqet e librit në momente të paharrueshme. Peter Pani më pëlqen sepse është vendi I çuditërave dhe që ka shumë gjëra të çuditshme. Pinokjo. Se diçish është shumë I mirë, më pëlqen. Nëse e doni e më ukun që dëshironi me këtë zemër më ukun këtë rriteni duhen me pas sukses, tani me pas sukses duhet me lexu libra. Më pëlqen Bambi. Pse është një histori me drer, se është shumë I bukur dreri I vogël, po tani u konë shumë e gjotë, tani u konë shumë interesant. Ka shfafon se nëse I lexoni, truri u shihet. Për të nxitur dëshirën për leximin, në klasën e mësuesës Shukrie Thaçi kanë krijuar një mini bibliotekë ku nxënësit mund të zgjedhin vetë librin dhe vendin se ku dëshirojnë ta lexojnë. Interesimi për lexim verse po flitet dhe është e vërtetë që ka rënë kohëve të fundit, por mundohemi në forma të ndryshme t'ja mbjellim dëshirën për të lexuar. Mundohemi ne si mësimdhënës duke parë që interesimi është I vogël për leximin e lektyrave, mundohemi në forma të ndryshme. Në klasën tonë kemi krijuar një mini bibliotekë ku nxënësit janë të lirë të marrin në hapësira të ndryshme kohore kur janë të lirë nga detyrat obligative të lexojnë në këndin e leximit apo edhe në bankën e tyre ku kanë dëshirë ata. Sipas mësuesës, mbështetja për fëmijët duhet të vijë edhe nga familja, për t'i bërë lektyrat pjesë të përditshmërisë dhe eksperiencave të tyre. Në të shumicën e rasteve marrin mbështetje, por ka edhe raste kur nuk marrin mbështetje. Dëshira e të lexuarit nga ana e fëmijëve, përveç se ndikon nga mësuesja në shkollë, motivimi nga mësuesja, duhet patjetër që të jetë edhe motivimi nga prindërit. Dhe besoj që forma më e mirë është leximi të bëhet nga vetë prindërit për të parë fëmijët dhe për ta mbjellur dashurinë për librin. Të mundohemi të përdorim metoda të ndryshme që fëmijët ta kenë dëshirë leximin dhe jo detyrim. Momentin që është detyrim, atëherë suksesi dhe leximi, dëshira për të lexuar s'ka për të ngjallur kurrë. Ani pse teknologjia tani ka marrë shumë vëmendjen e fëmijëve, por prindërit si Lumnia e Hyseni tregojnë se mundohen të mbajnë gjallë interesimin e fëmijëve të tyre për leximin. Mendoj se ka ra interesimi për leximin e lektyrave në tërësi, sepse po jetojmë në shekullin e teknologjisë, shumë atëherë se po janë mjetet elektronike se sa libri. Unë si prind, kohën e mbrëmjes para gjumit e preferoj që së bashku me fëmijën tim të lexoj bashkarisht me ta, si dhe t'ja krijoj ambientin tërheqës për lexim. Kërkoj nga të gjithë prindërit që larg lojrave digjitale, larg mjeteve elektronike, ti pasurojmë fëmijët me lektyra, me libra, me botimet librave, ti vedisojmë fëmijët për lexim, sepse nëse e mendojmë në një fëmijë I cili lexon, krijon shprehinë të folur, krijon personalitetin, zhvillon të menduarit kritik, si dhe është fëmijë më I pasuruar. Nga ana e librarisë Dugagjini, koordinatori Elvin Blakaj thekson se vitet e fundit ka pasur një rritje të interesit për librat e fëmijëve, sidomos kur prindërit mundohen të zgjedhin libra që t'i angazhojnë në mënyra të ndryshme. Fëmijët edhe me lektyra shkollore, por edhe me libra tjerë të leximit, në faktikisht kena po një ngritje, kur po flas ngritje, po flas për një konsolidim të klientëve që I kena pas, të rritjes së volumit të librave që I marrin për fëmijët e veta. Se normalisht fëmijët zakonisht nuk blejnë libra për veti, por prind I blejnë libra fëmijëve. Interesi I fëmijëve po kthehet drejt librave ndërkombëtar, duke e lënë me një anë letërsinë klasike që dikur lexoi më shumë në shkolla, shtoi koordinatori. E kemi pa që faktikisht letërsia klasike shqipe është duke u lexu më pak, diçka që në gjeneratat e kaluara në nivele shkollore është lexuar shumë më shumë. Tash kemi rritje të literaturës ndërkombëtare, posaçërisht të literaturës ndërkombëtare që fokusohet te fëmijët.
Blaka i thekson se fëmijët shpesh leximin e shohin si obligim, andaj familja duhet që ta prezantoj librin si kënaqësi dhe jo detyrim. Tashti nuk me thonë që ajo i largon fëmijët nga leximi, më shumë me thonë që ajo distancon fëmijët pi fillimit të leximit. Kultura familjare e leximit është diçka që është shumë e rëndësishme për çdo lexues, tu e njeh edhe pi vetës, pi familjes teme, por dhe çdo familje që e njeh, fëmia nuk e merr leximin primarisht si një detyrë argëtuese, është diçka që duhet ta mësoj si diçka që duhet bërë, është një akt pozitiv, sikurse ushqimi i shëndetshëm, i cili duhet ingravuar fëmijëve prej moshave të hershme. Të fokusoni që ti krijoni një far bazamenti të leximit fëmijëve sa më herët, është diçka që do t'i përcjell për të mirë gjatë jetës. Edhe pse interesi për lexim ka ndryshuar ndër vite, librat vazhdojnë të mbeten pjesë e zhvillimit të fëmijëve.